إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد وزيت ndëruar sonte imam vazhdoj me muwatta e Imam Malikut rahimahullah do të vazhdoj me librin e siyamit thot librin e agjërimit. Imam Maliku rahimahullah pasi që foli për namazin edhe i të bëj hadithet që kishin të bëjnë me namazin, tani del në ruknin tjetër të islamit që është rukni i agjërimit. Rukni i siyamit, arabisht i thojnë siyam apo som, agjërimit, edhe tani flet për të. Agjërimi kuptohet është ajo që dim të gjithë, është thotë ndalesa nga ngrënia dhe pirja dhe marrëdhënia seksale dhe gjëra tjera deri thot prej kur të hyn vakti i sabahut deri në perëndim të diellit, për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Tani Imam Maliku thot rahimahullah ma jaa fi ru'yati al-hilal lis-sa'imi wal-fitri fi Ramadan. Po çka erdhi ato në shikimin e hënës së re të Ramazan, në hënën së re për agjëruesin dhe për prishjen dhe për iftarin, do thot në Ramazan, dhe për iftarin në Ramazan. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ka thënë se pejgamberi sa ka përmendur Ramazan dhe ka thënë mos agjëroni derisa ta shihni hilalin, do thot hënën e re. Hëna e re nuk është hëna e plot, hëna e re është si hënë është një vizë që del në ajo është hëna e re. Ka thënë pejgamberi sa ka thënë mos agjëroni derisa ta shihni hilalin, do thot hilalin e muajin e ri të hënën e re të muajit të Ramazanit dhe mos e prishni agjërimin, thot mos e kryeni agjërimin derisa ta shihni. Ta shihni do thot hilalin muajin hënën e re të muajit të ri, që është muaji Shawwal. Fa in ghumma alaykum faqdiru lah, thot edhe nëse nuk mund ta shihni hënën, thot nuk mund ta shihni hënën për shkak të rreve apo gjëra tjera, atëherë thot llogariteni çka thot 30, thot që i bëni 30 ditë, ose 30 ditë e bëni muajin Sha'ban që është para Ramazanit, apo e bëni edhe Ramazanin 30 ditë nëse nuk e shihni hënën e muajit të ri, të Shawwalit, hënën e muajit të ri të Shawwalit. Thot kjo është prej bazave që agjërimi dhe prishja e agjërimit edhe fitr bajrami duhet të bëhen me shikim të hënës, jo me përllogaritje, nga se ashtu na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Vazhdojmë pastaj thot Malik an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له
Dhe prapë transmeton një hadith të ngjashëm nga Abdullah ibn Umeri, po këtu ka një shtoj thot muaji thot është 29 net. 29 net, do thotë qëllimi është muaji është 29 net. Prandaj mos agjëroni mos agjëroni derisa ta shihni muajin e ri, hilalin, dhe mos e prishni derisa ta shihni, Edhe nëse ju mbulohet ose arat pengojnë në shikimin e hanës, atëherë llogariteni. Për llogaritën e apo shërta llogaritni muajin ose muajin para prak 30 ose muajin e Ramazanit e bëni 30, nga se muaji islamik, muaji i hanës, i ka ose 29 ditë ose 30 ditë, ose 30 ditë. Nuk është sikur muajt diellor që janë ose 30 ditë ose 31 ditë. Jo, muajt hënor janë 29 ose 30 ditë. Ose janë 29 ditë ose janë 30 ditë. Në këtë mënyrë llogaritën, edhe duhet me shikim, jo duhet të bëhet me shikim. Mjafton për të vërtetuar hyrjen e muajit Ramazanit që dy musliman të drejtë ta kenë parë hanën e re, hanën e re. Ndërsa kur të bëhet për fitr Bajram, thot hanën e Shawalit mjafton vetëm një njeri i vetëm ta shoh. مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدد 30. Dhe prapë është një transmetimin i njëjtë mirëpotani nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ka përmend Ramazanin dhe ka thonë mos agjëroni derisa ta shihni hilalin, thotë muajin e ri të hënën e re, dhe mos bëni iftar derisa ta shihni, dhe nëse ju mbulohet s'keni mundësi ta shihni nga ret, nga gjëra të tjera, thotë atëherë plotësoni numrin 30. 30 muaj të plotësohet 30. قال يحيى مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمن عثمان بن عفان بعشي فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. Maliku rahimahullah tregon thotë që është pa hilali thotë hana e re në kohë të drekës, pasi ka hyrë namazi i drekës. Thot dhe Uthmani radhiyallahu ta'ala nuk ka vazhdu të agjëroj deri në mramje dhe kur ka përëndu dielli. Çfarë është kjo, thot në kohën e Uthmanit radhiyallahu ta'ala është pa thot një herë hilali, thot në hana e re e Shawali muaji mas Ramazanit. Edhe është pa hana e re pas zenitit, pasi që ka hyrë vakti i drekës, kjo është al-ashi. Edhe Uthmani radhiyallahu anhu ka vazhdu me agjëru deri në mramje, nga se çka thon ulema për këtë punë, thonë që hana nëse shihet pas drekës është hana e ditës të re, ditës së re, do thotë është hana e asaj natës së re. Thotë edhe nuk llogaritet që ajo ditë është e hanës së re, por është ajo hanë është e natës së re, prandaj e vazhdon agjërimin. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الذي يرى الهلال رمضان في وحده أنه يصوم ولا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. Maliku ka thënë rahimullah që nëse dikush kur ka por një njeri që ka pa hilalin e Ramazan, thotë ka pa hanën e Ramazanit vetëm, thotë ka pa hanën e Ramazanit. Ai thotë duhet të agjëroj. Dhe s'bën me ta prish agjërimin. Dhe duke ditë se ajo ditë është e Ramazan. Kjo ka të bëjë me çka atë, nëse një njeri e sheh vet hanën, dhe ose nuk i pranohet dëshmia e tij, ose është larg njerëzve që ta pranojnë, thotë ai e ka obligim të agjëroj. Nga se me sytë e vet e ka pa hanën e re, thotë ai duhet të agjëroj. Thotë
pastaj thot ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر لأن الناس يتهمون على أن يفطر معهم من ليس مأمونا ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال ومن رأى الهلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم صيام يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة التي تأتي kush e shetat hilalin natën hanën e muajit Shawwal, hanën e muajit Shawwal që është pas Ramazanit, thot nëse e sheh vetëm thot ai thot nuk e prish agjërimin. Nuk e prish agjërimin nga se njerëzit thot e akuzojnë atë që e prish agjërimin, atë që i thonë që nuk është besnik, nuk është besnik. Dhe i thonë nëse arrin ta muin atë thënë e kemi pa hanën. Thot edhe kush e shet thot hanën e Shawalit ditën, thot mos ta prish agjërimin dhe plotson agjërimin atë ditë, nga se ai është hilali i natës që do të vi, sikurse veprimi i Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhu që ka bë Uthmani, ka vazhdu me agjërim derisa ka përëndu dielli. Prap këtu është një gjë tjetër që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë që njerëzit duhet të agjërojnë qysh edhe ta prishin Ramazan ashtu siç e prishin njerëzit e atij vendit. Dhe të veproj me bajram, thot në qysh veprojnë njerëzit e atij vendi, edhe nëse janë gabim në këtë aspekt, nga se duhet të ruhet xhamati i muslimanëve. Thot qala Yahya وسمعت مالكا يقول إذا صام الناس وهم يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك 31 فإنهم يفطرون من ذلك اليوم أية ساعة جاءهم الخبر غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. Tani Imam Maliku thot që nëse njerëzit janë duke agjëru ditën e bajramit thot. Dhe mendojnë që ajo ditë është ditë e Ramazanit. Dhe pastaj thot ju vjen një njeri besnik, dhe tregon që është pa hana e Ramazanit, është pa hana e Shawalit, është pa hana e ri. Thot është pa një hanë e re një ditë para se të agjërojnë. Një ditë përpara është pa hanë e re. E ju se keni pa, po të tjerë të kanë pa një hanën e re një ditë përpara. Dhe se kjo ditë e tyre është dita 30 e nit. Nëse është dita 30 e nit, edhe ata kanë menduar që dita 30 apo si do qoftë, atëherë ata thotë duhet ta prishin Ramazanin më një herë. Dhe nuk e falin thot bajramin, nëse lajmi ju ka ardhur pas namazit të drekës. Kjo është nga se Imam Maliku e ka mendimin që bajrami, edhe plot pi ulemave, që bajrami e ka kohën deri namaz drekës. Bajrami falet deri namaz drekës pej mas sabahit. Mas nej nuk ka më kohë për mu fal bajramin. Pastaj vazhdon thot men ajma'a as-siyama qabla al-fajr. Qabla al-fajr. Çfarë thot kush e bën niyetën e agjërimit para sabahit, para namazit të sabahit, nga se niyeti i agjërimit farz duhet të jetë para se të hy vakti i akshamit, para se të hy vakti i sabahit. Kjo çka niyeti është me zemër, thot qëllimi, ajo vendimi që të agjërosh, duhet të jetë qysh para se të hy vakti i sabahit, jo të jetë i dyshim, sot do të agjëroj, a nuk do të agjëroj. Kjo vlen për ditët që janë farz, të Ramazanit. Ndërsa nëse është ditë
sunnet, ata hane, ajta apo në ditë tjetër, atëherë bën edhe gjatë ditës me bën jetë, nga se ka pas raste kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka hyrë te gratë e tij dhe ka pyet, a ka diçka për ushqim? Nëse kanë thonë s'ka gjë, ka thonë unë jam agjërushëm. Thotë ka në atë moment ka vendosur me agjëru, në atë moment ka vendosur me agjëru dhe pse ka qenë ditë. E kjo është argument për argumenteve për këtë punë. Kjo është argumenteve për këtë punë. Thotë مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول رضي الله عنهما أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه ka thënë se nuk agjeron përveç ai që ka bën niyet agjerimin para fajr, para namazit të fajr. Agjerimin nuk është domethënë niyeti është përmendur një herë me thonë unë e kam bën niyet me agjeru sa jo. Në zemër ti e din që i kemë agjeru, nesër kjo është qëllimi ata. Nëse i dyshim a ki me agjeru apo nuk ki me agjeru, atëherë nuk vlen njeti asaj dite, nuk vlen agjerimi asaj dite, duhet me përsërit atë ditë pastaj. Malik عن ابن شهاب عن عائشة رضي الله تعالى عنها وحفصة زوجي النبي صلى الله رضي الله عنها زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. Prandaj edhe Malikun ka transmetuar nga Ibn Shihabi nga Aisha dhe Hafsa, gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të ngjashme, thotë, në mënyrë të ngjashme se çka thon pejgamberi që kanë transmetuar dhe kanë pas këtë mendim nga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Edhe duhet me ditë që ka një hadith të vërtetë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. Kush nuk e bën niyetin për agjerim para namazit të sabajt, s'ka agjerim për ta. Kjo është qëllimi për agjerimin e namazit, agjerimin e ditës që është farz. Thot ma jaa fi ta'jil al-fitr, Thot çka ka ardhur në ata që të nxitohet prishja e agjerimit. Në nxitimin, çfarë ka ardhur për argumente në nxitimin e prishjes së agjerimit, nxitimin e bërjes iftar. Malik عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. إذا pastaj të pranë transmetim tjetër Malik عن عبد الرحمن ابن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Dy hadithet e kanë njëjtën fjalë, që i parë është nga Sa'd ibn Sa'd al-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa i dytë është hadith mursal ku Sa'id ibn Musayyib, që është prej tabiinëve, ka thënë që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë njerëzit do të vazhdojnë të jenë në hajër, përderisa e nxitojnë bërjen e iftarit. Thotë bëhet iftar sa më herët, si të hinë vakti, me një herë, jo me vonu, po për shembull si të hinë vakti, me një herë me bë iftar, bile me një hurme, apo nëse s'ki hurme me ujë, atëherë me ujë dhe pastaj mu fal. Thot Malik عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما كان يصليان المغرب حين ينظران الليل الأسود قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان. كان transmetim tjetër nga Humeid ibn Abd al-Rahman se Umar ibn al-Khattabi edhe Uthman ibn Affani radhiyallahu ta'ala anhuma faleshin kur përëndonte për falin akshamin, kur të shinin që ka orë nata, ka përëndu dielli, ka nata, kanë fal akshamin. Dhe pastaj thot e bënin iftarin pas namazit. Këtë e bënin thot në Ramazan, bënin iftarin nga Ramazan. Qëllimi i këto të nderuar është se Umeri dhe Uthmani radhiyallahu ta'ala anhuma nuk është që ata nuk kanë bën iftar si ka përëndu dielli, nga se ata kanë bën veprimin e pejgamberit. Mirë po bukën, ushqimin që kanë hongër,
e kanë bën mas namazit. Thot e kanë prish një herë, e kanë prish agjërimin me hurme apo me ujë, e pastaj mas namazit e kanë hongër ushqimin. E kanë hongër ushqimin e iftarit. Thot ma jaa fi siyami alladhi yusbihu junuban. Ma jaa fi siyami alladhi yusbihu junuban. Thot çka ka ardhur për agjërimin e atij që zgjohet duke qenë junub. Zgjohet duke qenë junub, thot në gjendje të papastërtisë trupore. Thot duke qenë junub. Thot Malik an Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ma'mar al-Ansari rahimahullah an Abi Yunus مولى عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فقال وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم فقال له الرجل يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي بسم Maliku ka transmetuar nga Ebu Yunus Mola I Aishës, që ka qenë rob I Aishës, që ka liru Aisha radhiyallahu ta'ala anha, që një njeri ka ardhur te Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe ka qëndru para derës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot edhe unë kam dëgjuar. Aisha radhiyallahu ta'ala e ka dëgjuar këtë njeri. Dhe ka thonë ja Rasulullah, thot unë thot më vjen sabaj, thot hyn vakti sabajit, duke qenë junub, dhe unë dua të agjëroj. Atë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë, edhe unë thot, edhe mua thot më kap sabahi duke qenë junub, dhe unë dua të agjëroj. Prandaj e pastaj thot lahem dhe agjëroj. Atëherë ky njeriu I ka thonë, ja Rasulullah, ti nuk je sikur ne, Allahu ta ka fal ty veprimet që ke bërë përpara dhe çfarë do të bësh në ardhmen. Atëherë thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është hidhur dhe ka thonë wallahi, thot unë të shpresoj të jem më I friksuari nga ju për Allahun, thot për atyre që I friksohen më shumë ti Allahut. Dhe edhe jam prej atyre që e di më shumë ti për juve çka të friksohem, me çka të friksohem Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtij njeriu I ka qartësuar se I ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta mri sabahi duke qenë në gjendje të gjunufllakut. Jo se ka bë marrëdhënie pasi ka hyrë sabahi, por ka bë marrëdhënie para se të hyrë sabahi, edhe nuk është la. Dhe ajo situata e gjendja ka gjetë derisa ka hyrë sabahi. Pastaj pejgamberi ka thonë lahem edhe agjëroj. E njeri tash ka menduar që kjo është veçori e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë ty Allah ta ka fal. Çka ke bërë përpara, çka ke bërë neves na fal, ka menduar se është gjuna kjo punë. Atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është hidhur, ngase pse ti me fol diçka për Allahun çka nuk din, edhe mi jep një veçori pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që nuk është veçori për ta sallallahu alaihi wasallam. Atë ka thënë pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë shpresoj të jem ai që I friksohem Allahut më së shumti dhe të di se si të friksohem. Të di se si ka diturinë më pejgamberi sallallahu alaihi ka diturinë më të madhe ndaj Allahut, prandaj edhe ka khashje. Khashja është friga e bazuar në dituri. Në dituri sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vazhdon thotë Malik an Abd Rabbih ibn Sa'id عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم
Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham transmeton nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha dhe nga Ummu Salama, dy gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ato kanë thënë, që ato dyja kanë thënë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zgjohej ose e mrinte sabahi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke qenë gjunub nga marrëdhënie seksuale e jo nga shikimi i ëndrrës, jo nga ëndra. Zgjohej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose e kapte sabahi, hynte sabahi duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjunub nga marrëdhëniet e jo nga ëndra, Pastaj thot agjeronte sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë pastaj thot Malikun an Sumay مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فذكر له أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم، من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما فلتسألنهما عن ذلك. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله تعالى عنها فسلم عليها ثم قال: يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ فقال عبد الرحمن: لا والله. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة. قال: فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم فذكر له عبد الرحمن ما قالتا. فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب، ولتذهبن إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه بذلك. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك. فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لا علم لي بذاك، إنما أخبرانيه مخبر. تاني نترانسميتيم tjetër nga Maliku nga Abd ibn Rabbih nga Sumej që ka qenë rob i Mola i Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. Se ky e ka dëgju Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham të ka thënë: thot kam qenë unë dhe babai im, thot Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham ka qenë të me babajin e vet, me Abdurrahmanin, të Marwan ibn al-Hakam. Kur ai ishte emir i Medinës, Marwan ibn al-Hakam, kur ai ishte emir i Medinës. Ky ka qenë emir i Medinës në kohën e Muawiyes radhiyallahu ta'ala an. Dhe ju përmend atij se Abu Huraira radhiyallahu anhu ka thënë: kush kë emrin sabahi duke qenë gjunub, thot ai duhet ta prish atë ditë, ai duhet ta mos ta agjëroj atë ditë. Edhe atë Marwani ka thënë: po të betohem ose për Allahun kam të lut, o Abdurrahman,
do ta marrësh, do të shkosh te dy nonat e besimtarëve, Aisha dhe Ummu Seleme. Dhe gjithsesi do t'i pyesësh për këtë punë, për çfarë ka thënë Abu Huraira radhiyallahu ta'ala. Thot edhe atëherë dhe Abdurrahmani unis, thot të shkoj. Dhe unë shkova me të, shku me babën e vet. Derisa hynëm te Aisha radhiyallahu ta'ala anha, thot edhe I dha selam Aishas radhiyallahu ta'ala anha. Dhe I tha, oj nëna besimtarëve. Ishim tani te Marwan ibn Hakam. Dhe ati u përmend ato se Abu Huraira radhiyallahu anhu ka thënë, kush ka emrin sabahu duke qenë gjunëp, po duhet ta agjeroj atë ditë, mos ta agjeroj atë ditë. Thot Aisha radhiyallahu ta'ala ka thënë, nuk është siç ka thënë Abu Huraira, nuk është siç ka thënë Abu Huraira, o Abdurrahman. Thot edhe a don ti të largosh nga rruga e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të çfarë ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ka thënë Abdurrahmani, jo. Thot atëherë Aisha radhiyallahu anha ka thënë, jo pashallah ka thënë kjo. Ata Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka thënë pastaj. Thot unë thot dëshmoj për Rasulullah sallallahu alajhi wasallam që e kam rri sabahun duke qenë gjunëp prej marrëdhënieve e jo prej ëndrës. Edhe pastaj thot e ka agjëru atë ditë Rasulullah sallallahu alajhi wasallam. Pastaj thot kemi dalë dhe jemi futur te Ummu Seleme radhiyallahu ta'ala anha, Hind bint Abi Umayya radhiyallahu ta'ala anha. Dhe e kena pyet njëjtën për këtë gjë. Kemi njëjtën gjë dhe ka thënë siç ka thënë Aisha radhiyallahu ta'ala. Pastaj thot kemi dalur derisa kemi rritë te Marwan ibn Hakam. Dhe I ka përmend thot atij Abdurrahmani çfarë kanë thënë ato dyja. Çfarë kanë thënë ato dyja, nënat e besimtarëve radhiyallahu ta'ala anhuma. Çfarë kanë thënë Aisha dhe çfarë ka thënë Aisha radhiyallahu ta'ala dhe Ummu Seleme radhiyallahu ta'ala anha, gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nënat e besimtarëve. Atëherë Marwani ka thënë, o Abu Muhammad, për Allahun, po bëj beje, thot që kime marrë thot kafshën time, që është e lidhur përpara, thot e merr kalin tem, që është I lidhur atë te dera. Thot edhe do të shkosh gjithashtu te Abu Huraira që është në Aqiq, thot ka qenë në një fshat në daljet e Medinës. Dhe do ta njoftosh, gjithsesi do t'i njoftosh për këtë punë. Thot edhe hipi Abdurrahmani, thot edhe unë hipa me të, derisa erdhëm te Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anha. Dhe ka foli një kohë thot Abdurrahmani me të. Pastaj thot I ka përmendur atëherë Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, I ka thënë, nuk kam dituri për këtë. Thot mor më ka transmetuar, më ka treguar dikush për këtë punë. E ky ka dëgju radhiyallahu ta'ala anhu këtë punë nga Fadl ibn Abbasi. Fadl ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu, thot vllai I Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu ta'ala ka thënë këtë fjalë, se pejgamberi se kështu është. Mirë po, nuk e ka çellu Fadl ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu për këtë punë. Nuk ja ka çelluar. Prandaj kush e ka këtë situatë, s'ka gjë të keqe, nëse lahet dhe pastaj vazhdon agjërimin. مالك عن سمي مولى أبي بكر الصديق رضي الله مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة رضي الله تعالى عنها زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. Pra këtë transmetim I njëjtat që Aisha dhe Ummu Seleme radhiyallahu ta'ala anhuma kanë thënë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë thënë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zgjohej duke ose emrinte sabahi duke qenë gjunub, pastaj ka agjëru atë ditë dhe jo nga ëndrat, s'ka qenë gjunub nga ëndra, por nga marrëdhëniet, pastaj agjeronte atë ditë.
Pastaj thot vazhdon thot ma jaa fi ar-rukhsati fi al-qiblati lis-saim. Thot çfarë ka argument për lejimin e puthjes nga agjëruesi, që agjëruesi të puth gruan e tij, thot agjëruesi. Thot Malik an Zaid ibn Aslam عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لهذه المرأة فأخبرته أم سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك فقالت قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل لرسوله ما شاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده صلى الله عليه وآله وسلم. Të transmetim është nga Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha, që Ata ibn Yasari transmeton që një njeri e ka puth gruan e tij duke qenë agjërueshëm në Ramazan. Dhe është mërzitur shumë për këtë punë. Dhe ka dërguar gruan e tij të pyes për këtë punë. Dhe ajo është ka shkuar te Ummu Salama radhiyallahu anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe I ka përmend se çfarë ka ndodhur. Edhe Ummu Salama I ka thënë që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puth duke qenë agjërueshëm, gjatë ditës, puth duke qenë agjërueshëm. Edhe ai është kthyer dhe I ka treguar burrit të vet për këtë punë. Kjo thot I shtoi burrit saj vetëm sherr I shtoi burrit saj. Dhe u mërzit edhe më shumë, është mërzitur edhe më shumë. Dhe ka thënë ne nuk jemi si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu I lejon atij, I bën halal atij çfarë të doj. Thot edhe gruaja e tij thot është kthyr te Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha dhe e ka gjetur në te ajo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E atë Rasulullah sallallahu ka thënë çka është puna e kësaj gruaje? E Aisha kjo Ummu Salama I ka treguar për Rasulullah sallallahu alaihi wasallam për çfarë ka ardhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam I ka thënë a nuk e ke njoftuar atë që unë e bëj atë punë? Thot Ummu Salama I ka thënë po, e kam lajmëruar, por ajo ka shkuar te burri I vet. Dhe kjo kur I ka lajmëruar dhe kjo vetëm se I ka shtuar sherr atij, dhe ka thënë ne nuk jemi si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu I bën halal atij çfarë të doj. E atë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është hidhruar sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë sallallahu alaihi wasallam wallahi unë jam ai që I frikson më së shumti Allahu për ju dhe ai thot edhe që I di më së miri nëse di kufit e Allahut subhanahu wa taala. Thot edhe që I di më së miri kufit e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj puthja për agjëruesin është halal. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت رضي الله تعالى عنها. هشام بن عروة nga babai I tij Urwa ibn Zubairi ka transmetuar se Aisha radhiyallahu anha nana besimtare ka thënë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I puthte disa gratë të tij, ka puthte dikë nga gratë e tij duke qenë agjërueshëm, pastaj thot ka qeshur, ka buzëqeshur, ka pas qëllim që ka puthur atë radhiyallahu ta'ala anha, ka puth Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Duke qenë agjërueshëm. مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب
وهو صائم فلا ينهاها. يحيى بن سعيد transmeton se Atika bint Zeid ibn Amr, që ka qenë gruaja e Umerit radhiyallahu ta'ala anha, thot ja ka puth kokën Umerit radhiyallahu anhu, thot duke qenë agjërueshëm dhe ai nuk e ndalonte. مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها هناك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت نعم. Të transmetim tjetër nga Aisha bin Talha. Aisha bin Talha thot ka qenë te Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Një Aisha tjetër, Aisha e re, ka qenë te Aisha gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur kjo ka qenë plak. Dhe është fut në aty brenda, pastaj thot burri i kësaj Aishës tjetër, Aishës binti Talha. Ai ka qenë Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Bakr, thot ka qenë nip i Abu Bekrit, thot ka qenë djali i vllaut të Aishës radhiyallahu anha, Abdurrahman i vllau i Aishës radhiyallahu ta'ala anha, Abdullah i djali i vllaut të Aishës. Domethënë ka pas Aishën radhiyallahu anha hall, ka pas hall Aishën radhiyallahu ta'ala anha. Dhe ai ka qenë agjërueshëm. Atëherë Aisha i ka thonë atij: çat pengon ty ti afrohesh gruas së tij dhe gruas tënde dhe familjes tënde, thot, dhe ta puthësh dhe të luash me të. Ka thonë çuditshëm, ka thonë: ta puth dhe unë duke qenë agjërueshëm? Ka thonë po. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë këtë. Malik عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنها وسعد بن أبي وقاص كان يرخصان للقبلة للصائم. Transmeton se Ebu Huraira, Maliku transmeton thot tani që Ebu Huraira edhe Sa'd ibn Abi Waqqasi e lejonin që agjëruesi të puth. Thot ma jaa fi at-tashdidi fi al-qiblati lis-saim. Çfarë ka ardhur në punën e vështërsimit apo diçka pengimit të puthjes nga agjëruesi. مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم تقول: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maliku transmeton që Aisha transmeton ka dëgjuar nga Aisha mirë, po këtu thot është nuk ka vakt transmetues, mirë po vakt transmetues ka te Buhari dhe Muslimi. Se asaj kur I përmendet se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka puth duke qenë agjërueshëm, ka thënë: e kush nga ju mund ta mban veten më shumë se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kush nga ju mund ta mban veten më shumë se sa ta përmbaj veten më shumë se sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kjo çka thotë që agjëruesi, posa që është I ri, puthja mund ta dërgoj në gjë më tjetër dhe ta prish agjërimin krejt, me duke bërë marrëdhënie. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë prej atyre që ka përmbajt veten sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot Yahya قال يحيى وقال مالك قال هشام بن عروة أنه قال عروة بن الزبير: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى الخير. Thon që Urwa ibn Zubairi rahimahullah ka thonë nuk kam pathet që puthja për agjëruesin ka thirrë në hajër. Nuk kam pathet që puthja për agjëruesin ka thirrë në hajër. Çfarë qëllimi thot? Se thret në sherr, nëse posa që është çun I ri edhe e ka nusën e re, kjo mund të ndikojë që të vazhdojë në punë të tjera, dhe të përfundojë në marrëdhënie dhe të prishet agjërimi. Prandaj duhet të ketë kujdes njeriu në këtë punë, edhe pse është e lejuar, edhe pse kjo punë është e lejuar. Malik عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ
وكرهها للشاب. Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma është pyetur për puthjen për agjërusin, dhe ka lejuar të vjetrit, ja ka lejuar të plakut, e ka urryer për të riun, nga se plaku mund të nuk e ka epshin sikurse i riu, i riu. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ينهي عن القبلة والمباشرة للصائم. Maliku transmeton nga Nafi se Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ka ndaluar puthjen dhe prekjen për agjëruesin. Kjo për shka që është friksuar që mund të ndikoj edhe të përfundoj kjo punë më shumë. Allahu tebaraka ve teala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.